mjegulla ka edhe ato efektet e veta negative, patjetër që drejtuesit e mjeteve sidomos duhet të kenë shumë kujdes, sepse ka kufizim sa i përket fushpamjes dhe kur themi kujdes, ulja e shpejtësisë është një ndër le të themi rekomandimet kryesore dhe nga Uniformat Blu dhe një nga rekomandimet nga ana tjetër që edhe vetë drejtuesit e mjeteve ndjekin që nga pika kufitare e Morinit e Sëpaku deri tek trau në afërsitë të tunelit të Kalimashit gjithashtu. Nga ana tjetër ka edhe ato efektet e veta në shëndet, kështu që kryesisht banorët e moshës së tretë, por jo vetëm zgjedhin të shmangin mëngjeset siç kanë bërë gjithmonë për dalë, për tecë dhe për thithur ajrin e pastër, sepse mjegulla në fakt ka ndikim sidomos në rrugët respiratore dhe patjetër edhe në situata gripale, më pas qoftë për të vegjëlit apo edhe për të gjitha grupmoshat e tjera, sidomos ato që kanë edhe sëmundje kronike, qoftë tension apo edhe sëmundje të tjera. Patjetër që edhe temperaturat vinë në ulje, sidomos mëngjesi, por edhe mbrëmjet, sepse ndodh që mjegulla është prezente që në orët e para të mëngjesit e deri rreth paradites, por patjetër edhe në orët e vona të mbrëmjes. Kështu që bashkë me mjegullën vjen edhe kjo pjesa e uljes së temperaturave.